Presidenti Donald Trump erdhi në pushtet me premtim për paqe në botë. Ai është një president serioz dhe për këtë arsye kërkon me ngulm suksesin e tij për mbajtjen e premtimeve që jep. Kjo karakteristikë e tij më bën të besoj se Donald Trump është i sinqert në deklaratat që bën. Nga sa shihet, deklarata për Kosovën nxitet nga ajo që po ndodh në lindjen e mesme, sulmet ushtarake fillimisht të Izraelit kundër Iranit dhe përkeqësimi i situatës së konfliktit më pas, nuk u pritën me entuziazëm nga presidenti amerikan. Fakti që kryeministri i Izraelit bëri thirrje disa herë që Amerika të përfshihet në luftë, sepse sulmet e tij, thot Netanyahu, mbrojtjet e Shabat, dëshmon se inkursioni ushtarak i Izraelit kundër Iranit u mor pa dieni ose së paku pa dakordsinë amerikane, thot profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Bytyqi. Motej Bytyqi thot se Trump e quan sukses marrëveshjen e tij veçmas me kryeministrin Abdullah Hoti dhe presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić në vitin 2020. E kam thënë edhe atëherë dhe përsëris gjithashtu sot, se siç kishin marrë punët aso kohë për ndarjen e Kosovës, ajo marrëveshje ishte jo vetëm suksesi Donald Trumpit, por edhe Kosovës. Në fund të fundit nuk pati asnjë opsion për ndryshimin e territoreve dhe Kosova fitoi njohjen nga ana e Izraelit, por duhet të kemi parasysh edhe një fakt. Në projekt marrëveshjen e asaj kohe ishte parashikuar që Serbia ta njihte Kosovën si shtet të pavarur e sovran brenda një viti prej kohës që do të nënshkruhej ajo. Sot, pas 5 vitesh, duhet besuar se kjo klauzol do të shprehet qartë dhe me ndikim, madje jo në ata fatkohor prej një viti e më shumë, por me njëherë, rrethanat në Serbi dhe pozita rënduar e Vučićit atje e favorizojnë këtë opsion, thekson Bytyqi për bota sot. Por jo vetëm kaq, aso kohë Trump ishte i pamundur nga Grenell e të tjerë, përfshirë Boltonin me idenë se liderët e Kosovës dhe të Serbisë kanë rënë në ujdi për shkëmbimin e territoreve. Megjithatë, presidenti Trump në marrëveshje nuk e përmendi askund këtë opsion. Sot jemi në kohë të tjera, askush në Kosovë nuk mund të marrë përsipër ndarjen e saj. Përkundrazi, partia në pushtet dhe një pjesë e opozitës e kundërshtojnë ashpër, në SBA nuk besoi të rikthehet Grenell në çështjen e Ballkanit. Është tashmë Marco Rubio, ai që kollitet aty edhe si sekretar i shtetit edhe si këshilltar për sigurinë kombëtare. Nëse Donald Trump merret sërish me Kosovën dhe zgjidhjen e konfliktit të saj me Serbinë, ai do të konsultohet me njerëz serioz, të cilët nuk zgjidhin një konflikt për të shtuar konflikte të tjera. Pra është një augur i mirë ky, nënvizojnë Bytyqi. Sipas tij, ky reagim nga Trumpi po vjen edhe pasi Kosova pranoi që të strehojë refugjatët nga SBA. Së dyti, kjo deklaratë e presidentit amerikan erdhi menjëherë pasi Kosova pranoi se do të ndihmojë SBA-n për të marrë refugjat prej saj. Ja çfarë do të thotë të bësh diplomaci me kushtet. Jep dhe merr. Kjo do të thotë se me zotin Trump, Kosova mund të merret vesh në terma të interesit të përbashkët. Një prej këtyre interesave është që liderët e Kosovës të hartojnë një plan perspektiv në fushën e investimeve me përparësi. Kjo do të jetë mënyrë e mirë për të forcuar mbështetjen e SBA-s, shpjegon ndër të tjera Bytyqi. Ai thotë se Donald Trump mund të drejt kritikon ish presidentin Biden për qasjen ndaj dialogut Kosovë-Serbi. Zoti Trump kritikon qëndrimin e administratës Biden sa i përket zgjidhjes së konfliktit në Kosovë dhe ka plotësisht të drejtë. Shumë prej nesh nuk kemi pajtuar me ato politika që atëherë, kemi kundërshtuar hap pas hapi qasjen e diplomatëve amerikanë sa i përket qëndrimit dhe kritikave të tyre kundër qeverisë së zotit Kurti për shtrirjen e sovranitetit në veri të Mitrovicës. Besoj se pikërisht këtë ka parasysh presidenti amerikan kur mban qëndrim kritik ndaj administratës më parshme. Tani jemi në situatë më të favorshme në këtë kohë. Kosova tashmë është sovrane në të gjithë territorin e saj, ndërkohë veç konfliktit në lindjen e mesme, prej vitesh vazhdon lufta në Ukrainë. Donald Trump nuk do të donte që me një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë të dobishme për këtë të fundit, t'i jepte municion Moskës në kërkesat e saj në Ukrainë. Ndërkaq ka shumë mundësi që Kosova të këmbehet me Krimen në bisedimet e paqes me Vladimir Putin, dhe Putin e ka pranuar këtë formulë, përfundon profesori Dr. Enver Bytyqi për Boda Sot.